qytetar të Republikës së Kosovës, deputet të Kuvendit, 100-ditëshi i parë i qeverisjes në çdo vend demokratik është shndruar në një praktik të nxjerrjes së bilancit fillestar të punës së ekzekutivit. Kjo periudhë mund të konsiderohet si një farë mëngjesi i qeverisë. Por nëse nisemi nga ajo fjale e urtë se dita e mirë shihet në mëngjes, qeveria e Isa Mustafës nuk duket as pak premtuese. Thonë që një fillim i mbar është gjysma e punës, por më duket që ky ishte një fillim goxha i mbrapsht. Pse? Gjatë këtyre 100 ditëve po filloj me atë që mua si qytetar i Kosovës dhe si deputet i këtij kuvendi më ka mbetur në mend në ditën e parë të kësaj qeverie. Në ditën e parë e mojnë mend që 5 minuta pasi kryeministri e mori detyrën e re, ju drejtua me një fjalim as pak të lavdishëm deputetëve rebelues, të cilët nuk e kishin votuar atë. Kjo më kujtohet prej ditës së parë të qeverisjes. Kjo më kujtohet, kjo më ka mbetë mendje. Në ditën e 50, në mes të 100 ditëshit, në ditën e 50 të qeverisjes, çka më ka mbetur në mend? Më ka mbetur në mend deklarata e kryeministrit se njerëz të cilët po ikin nga Kosova, ikje kjo masive, janë njerëz me iPhone-a dhe të cilët nuk i kanë punë të bashkëq. Kjo ka qenë në ditën e 50 të qeverisjes. Dita e 100 të qeverisjes çka më mbeti në mend? Ajo ishte dje dhe deklarata e kryeministrit se ushtria e Kosovës nuk do të shkel në një pjesë të territorit vet, në një pjesë të shtetit Kosovës. Kështu filloi, kështu zhvillua dhe kështu përfundoi 100 ditëshi i kësaj qeverie. Gjëja më e rëndësishme për një qeveri padyshim që mbetet përbërja e saj. Përbërja e qeverisë në çdo vend të botës e përcakton kualitetin e qeverisjes. Dhe shtrohet pyetja: cila është përbërja politike e qeverisjes në Kosovë? Kjo qeveri dominohet, siç e dim, nga dy subjektet më të mëdha politike në Kosovë, nga PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat unë mendoj që prej vitit 2001 janë përgjegjëse për 5 gjëra në Kosovë. 5 gjëra shumë të rëndësishme. Ngecjen e zhvillimit ekonomik, lulëzimin e korrupsionit kronik nëpër institucionet tona, degradimin e sistemit arsimor, erozionin e sovranitetit shtetëror dhe e pesta është ngulfatja e drejtësisë. Mos mi dhon shans drejtësisë. Këto dy subjekte politike të koalicionit qeverisës kanë qenë pushtet që nga viti 2001 herë të dyat, herëve që veç, prandaj është më se paradoksale kur i dëgjoj zyrtarët e tyre të ankohen se problemet nuk mund të zgjidhen shumë shpejt sepse janë grumbulluar nga e kaluara. Ndërkohë që vetë kanë pasur përgjegjësinë kryesore që të zgjidhin probleme. Zonja dhe zotërinj, për këtë arsye jeni zgjedhur, edhe e keni formuar qeverinë që të zgjidhni probleme, të cilat nuk po mundim me i zgjidh. Prandaj konstatimi i parë që dua ta bëj në këtë debat parlamentar është ky. Përvoja na tregon se kjo trashëgimi politike që ndodhet në pushtet nuk e ka vullnetin politik për të vepruar në drejtim tjetër përpos atij që e kemi pa tash e 15 vite. Kurse për rezultatet cilat janë, ku ndodhemi ne sot, nuk ka nevojë ta bindim askënd, sepse rezultatet, zonja dhe zotrinj, ato jetohen. Rezultatet në shtetin e Kosovës jetohen vetë. Çështja e dytë më rëndësi që duhet ta ngresë është kredibiliteti dhe besueshmëria e qeverisë. Një prej aseteve më të çmueshme të çdo qeverie është besimi dhe optimizmi që ajo ngjall të çdo qytetar. Qytetarët e presin ardhjen e sëres dhe një ndryshim cilësor në shoqëni.
Forca politike e re e ndran atë të vjetrën, prandaj rritet shpresa dhe besimi e ngjall një dinamik tjetër shoqërore e cila reflektohet edhe në zhvillim ekonomik, edhe në gjëra pozitive. Bashkimin koalicion për të sotën herë mes binomit ekzistus qeveritar i ka fundosur si mos ma keq shpresat e popullit Kosovës. Njerëzit nuk presin nga pushtetarët e njëjtë që ta ndërrojnë radikalisht mënyrën e tyre të qeverisjes. Kur qytetarët e humbin besimin në institucione, atëherë kjo shfaqet në dy forma, ose si revolt, ose si dëshpërim. Të revoltuarit protestojnë, kurse të dëshpëruarit po e lëshojnë atë dheun e tyre. Prandaj nuk është fare e rastishme që ky 100 ditë që i pari qeverisë u karakterizua nga protestat qytetare dhe ikja masive e qytetarëve nga Republika e Kosovës. Let mos mburret asnjë njeri, let mos mburret asnjë zyrtar qeveritar me punën e vet, përsa kohë që para hundës së qeverisë qytetarët janë duke e lëshuar vendin. Ku njerëzit ikin vendet e tjera për çështje ekzistenciale, siç po na ndodh neve, kjo tregon se pushtetarët Kosovën e kanë shndruar në vend të pajetueshëm për një pjesë të madhe të atyre që shtetit po ja kthejnë shpinën sepse ndjehen edhe të braktisur edhe të pafuqishëm. Një qeveri e cila nuk e gëzon besimin dhe optimizmin qytetar nuk e presin ditë të mira. Depresionit politik kolektiv, sidomos i ka kontribuar edhe mënyra se si këto dy forca politike e kanë formuar qeverinë. Kryeministri Mustafa për gjatë gjithë fushatës, gjatë gjithë verës kaluar deri në muajin nëntor, e mbajti popullin e Kosovës në projektin e shpresës për rrëzimin e pushtetit të krimit të organizuar. Në fund, me vetë ata, të cilët i quajti krimi i organizuar, hyrin koalicion. Pra Isa Mustafa e ka marrë postin e kryeministrit duke e keq përdorur një besim të partnerve të vet politik. Dhe ky është një problem i madh edhe i kredibilitetit, por edhe i moralit publik, që duhet ta institucionalizojmë si standard më në fund në jetën tonë politike. Dhe tash, kush mund të besoj që kjo qeveri për një mend mund të bëjë gjëra të mira pas gjithë këtyre veprimeve që i kemi parë. Ne për arsye të këtij debati parlamentar, si opozitë e bashkuar, të tri subjektet politike opozitare, sepse ky debat është thirrur në emër të gjithëve, në emër të tri subjekteve politike opozitare, kemi përgatitur 11 rekomandime për qeverinë e Republikës Kosovës, të cilat ju ftoj t'i votoni dhe për të cilat e hapi një diskutim dhe ju ftoj që të merrni pjesë, të kontribuoni me sugjerimet e juaja, me dhënien e ideve të ndryshme, që t'i pasurojmë atë dhe t'i bëjmë më të pranueshme edhe për qeverinë, edhe për deputetët e mazhorancës. I pari rekomandim thotë: Qeveria e Kosovës, kryeministri dhe ministrat t'i përgjigjen sipas normës kushtetuese kërkesave të deputetëve dhe të komisioneve parlamentare. Të marrin pjesë në seancat e kuvendit dhe sipas afateve ligjore të respektojnë kërkesat për interpelanca, për debate dhe pyetje nga deputetët dhe nga grupet parlamentare. Në 2, të paraqesin në kuvend paraprakisht dhe sipas rastit dhe në komisionet përkatëse çfarë do marrëveshje me palë a me shtete të tjera, veçanërisht për procesin e dialogut në Bruksel, si dhe për rastin e gjykatës speciale. Në 3, Ministri i Drejtësisë t'i raportoj kuvendit në seancën e radhës lidhur me gjendjen në Këshillin Prokurorial dhe grevën e fundit të gjyqtarëve. Në 4, të aplikohen masat menjëhershme të rritjes kontrollit mbi doganat e Kosovës dhe administratën tatimore të Kosovës për ta luftuar kontrabandën dhe evazionin fiskal. Në 5, të fillojnë menjëherë së zbatuar i taksa doganore ndaj produkteve bujqësore e ushqimore të subvencionuara në vendet e tyre të origjinës. Këto taksa duhet të kenë synim rritjen e konkurrëshmërisë së prodhimeve vendore në treg si dhe zëvendësimin e importeve. Në 6,
ta publikojnë me njëherë kontratë. Zgjatja fjallën deputetit. Të publikojnë me njëherë kontratën për autostradën Prishtinë-Hanje-Lezit, si dhe të paraqesin komisionet përkatëse kostot e shpronësimeve deri më tani. Për shkak edhe të gjendjes së rëndë ekonomike, si dhe të mos buxhetimit adekuat sektorëve me problemet mëdha, si shëndetësia dhe atë mbrojtje sociale, të marrë masa për të llogaritur kostot e ndërprerjes së kontratës me Behtelinkën. Në përputhje me premtimin e dhënë minatorëve të Trepçës, por edhe në përputhje me interesin e vendit dhe të potencialit për zhvillim ekonomik, ta shpall ligjërisht kombinatin Trepça ndërmarrje publike, si dhe t'i bëj publike afatet për përfundimin e strategjisë dhe hartimin e ligjit të veçantë për Trepçën, ashtu siç është premtuar. Në 8, t'i bëj publike të gjitha dhënat e procesit të tenderimit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, si dhe ta sqaroj publikun lidhje me kompaninë e vet me Counter Global, që pritet të përfitojë nga ky proces. 9, në rishikimin e buxhetit në qershor të këtij viti, ta planifikoj rritjen e buxhetit për sektorin e furnizimit me ujë dhe atë të kanalizimeve, si një nga sektorët ku preket drejt për drejt shëndeti ynë publik dhe standardi jetesës së qytetarëve në shkallë të vendit. Në 10, qeveria në afat sa më të shpejt u paraqes deputetëve strategjinë konkrete për punësim. Ky hap do të krijonte kushte për eliminimin e shkaqeve të vërteta të emigrimit të qytetarëve nga vendi jonë. Si dhe rekomandimi i fundit, qeveria ta bëjë më në fund publik vendimin me shkrim për shkarkimin e ish-ministrit për komunitet dhe kthim, Aleksandr Jablanović.